politika shqiptare i ka ngritur duart lart, para Greqisë nuk është hera e parë. Më them për rastin tim, pena në një deklaratë të autoritetet tona. Se nuk është problemi se unë luar ta Hoxha, punë e madhe. Po shi gazetar shqiptar dhe cili gazetar mbrapa do guxojë të bëj këtë gjë. Se nëpërmjet meje ata u dhanë një mesazh gjithëve, mos na kundërvini, mos na pengoni. Mua përpara se të më bëni këtë gjë, më kanë ofruar qartazi, më kanë njohur, më kanë thonë t'japim dokumentat greke familjarisht, t'japim pasaportën. Sot do mbante shumë puna pasaportën greke, se ajo është më e fortë se pasaporta shqiptare. Po unë vetëm pasaportën shqiptarisë kam. Dhe shumë ato kolegët që e marrin studio, Belerin, jam me pasaporta greke. Nuk po them që jam me biznese greke të lidhura, po jam me pasaporta greke. Dikur në media, por jo më kot. Mua më shiko, flamu. Sidomos në promovimin e Belerit. Mua më kanë ofruar këtë gjë. Dhe ata që më ofruan ishin biznesmen shqiptar, të cilët ishin ndihmuar nga Beleri. Beleri më mbrapa dhe unë e kam denoncuar dhe faktin tjetër, që është krijuar një linjë në Shqipëri dhe kam ngritur si shqetësim që një pjesë e mirë e personazheve të botës krimit, kryesisht bosët e nivelit lart, po pajiseshin me dokumenta greke të rregullta. Që tek Gramoz Rexhepi kur u shkapën në Ekuador kishte pasaportë të rregullt greke. Nuk po them këta të fundit. Soel Tela ishte me pasaportë të rregullt greke. Kush i pajisi këta? Nuk po them të tjerë. Plaren Dervishi ishte me pasaportë të rregullt greke. Kush i ka pajisur këta? Si i morën këta pasaportet greke? Pra, ishte pikërisht kjo përthama e Shqipërisë që po korruptonte biznesmen të njohur, po favorizonte sepse donte ta kishte ta hapur rrugën në Shqipëri, dhe të mos kishte pengesa. Dhe ç'a ndodhi? Në 2023-shin unë e ridenoncova, u ktheva solla fakte të tjera për të dëshmuar këtë gjë. Beleri në reagim fundit ka thonë që shiko ai doli tha e sulmoi familjen tim. Nuk e marr kurrë me familjen Beleri, as me djalin e Belerit. Ja marr vetëm me çështjen konkrete. Dhe nuk kam thënë që është Beleri në video duke bler vota. Po është përfaqësuesi i Belerit, se Beleri se bënte këtë gjë, se ishte budalla. Në rregull, po është përfaqësuesi i Belerit duke bler votat. Por për mua nuk ishte Beleri nuk duhej ndaluar për çështjen e votave. Se ne i dim, ato buza nga Greqia vinë çdo palë zgjedhje. Problemi ishte që Beleri nuk duhet lejoj të kandidonte, sepse CV-ja e Belerit ishte tmerrsisht e rëndë me vepra penale të tjera. Edhe pse i thot se ka bërë gjyqje më thotë zgjedhje në gjykatë. Në fakt Beleri ishte në burg në instancë. Në dy raste flamur të mëparshme, të bëre shumiqe e preke, pra kur fitoi Bollano, u përdori një kinezëri që të mos e favorizoni direkt partitë, njëra nga partitë, në rastin konkret ka qenë Partia Socialiste, nëzori kandidat fort. Kandidati fort